Kanceri i mushkrive merr çdo vit 1.500.000 njerëzish, por një grup shkencëtarësh në klinikën Cleveland dhe në Universitetin e Illinois janë duke punuar për të zhvilluar një analizë të re për diagnostikimin dhe trajtimin më të shpejtë të sëmundjes. Kolegu Astrid Lulushi sjell hollësitë. Nëse diagnostikimi i kancerit të mushkrive do të ishte i lehtë si të marrësh frymë, ky së shpejti mund të bëhet realitet. Aparati analizon frymën e një personi dhe identifikon përbërjen e saktë të substancave organike në të. We all have chemicals in our breath and we think that the chemicals in the breath. Ne të gjithë kemi kimikate në frymën tonë dhe mendojmë se kimikatet në frymën e njerëzve me kancer janë pak më ndryshe se ato pa kancer. Doktor Peter Mazzone i klinikës së Clevelandit udhëheq studimin duke përdorur analizat frymë si një mjet për diagnostikimin e kancerit në mushkri. Ai dhe ekipi i tij kanë analizuar frymën e 229 pacientëve nga klinika e Clevelandit. 92 prej tyre kishin konfirmuar kancer të mushkrive dhe të tjerët kishin rrezik të lartë për të prekur prej tij. We found that we could be in the 80 to 85%. Analiza e frymës mund të jetë në shkallë saktësie 80 deri 85% në zbulimin e kancerit të mushkrive. Ne ishim pak më të saktë kur kërkuam për një tip shumë të veçantë të kancerit të mushkrive. Ne ishim në gjendje për të karakterizuar kancerin e mushkrive që ishte në një fazë të avancuar kundrejt një faze të errshme. Doktor Mazzone thotë se analiza frymë tregon gjithashtu ecurinë e kancerit. Për shembull, studimi tregon se kanceri i mushkrive që është më agresiv ka një bioshenjë fryme të ndryshme se sa kanceret e tjerë. Por nevojiten prova të tjera para se analiza frymë të kryhet gjerësisht. This was still a relatively crude instrument with lots of room for improvement. Pajisja duhet përmirësuar në mënyrë që analiza të jetë më saktë se sa 85% dhe të jetë klinikisht më e dobishme. Në këtë pikë zhvillimi, analiza mund të përdoret gjatë kontrollit të rregullt shëndetësor për zbulimin e errshëm të sëmundjes. Analiza frymë është e thjeshtë dhe më pak e kushtueshme se sa analizat e tjera si biopsia dhe skanimi që kryhen në raste të tilla. Ekspertët po ashtu shpresojnë se analiza e frymës kur plotësohet nga një skanim CAT mund të ndihmojë mjekët të bëjnë dallim mes tumoreve benign dhe malign në mënyrë që trajtimi mund të fillojë herët. Goditet e eshtura në tru ndodhin më shpesh se sa mendohej, dhe ato mund të shpjegohen me humbjen gjithnjë më shumë të kujtesës gjatë viteve. Sipas të dhënave, 11 milion amerikanë vuajnë çdo vit nga këto goditje të heshtura në tru. Quhen goditje të heshtura sepse nuk kanë simptoma. Një goditje e rregullt në tru vret një pjesë të madhe të trurit, duke bërë që personi të humbasë aftësinë të folurit ose të paralizohet, dhe këto ndodhin në çast. Por goditja e heshtur sjell dëm pak nga pak. Në çdo goditje të heshtur, një enë e vogël gjaku mbyllet apo bllokohet nga një pllakës gjaku. Qelizat rrethuese vdesin. Vetëm një goditje e heshtur ka pak ose nuk ka efekt, por me kalimin e kohës dëmi shtohet. Një studim i ri zbulon se këto goditje mund të fillojnë pas moshës 30 vjeçare, duke u shtuar në numër çdo 10 vjeçar. Duke filluar nga mosha 70 vjeç, 1/3 e popullsisë përson çdo vit të paktën një goditje të heshtur në tru. Shkencëtarët morën në shqyrtim rreth 700 persona të moshuar me kujtesë normale. Gjatë skanimit të trurit vënë re se 1/4 e të skanuarve kishin dëmtime të trurit shkaktuar nga goditjet e heshtura. Ata që kishin këto dëmtime kishin probleme edhe me kujtesën. Studimi u krye nga një ekip shkencëtarësh në klinikën e Clevelandit. Shkencëtarët thonë se duke njohur këto shenja që lën goditjet e heshtura, tani ata dinë se çfarë të kërkojnë gjatë skanimit të trurit për të identifikuar njerëzit që kanë pësuar një goditje të heshtur. Lajmi i mirë është se goditjet e heshtura janë të parandalueshme, nëse paksohen faktorët e rrezikut, si mbi pesha, presioni i lartë i gjakut, pirja e duanit dhe diabeti. Pra me zgjedhje të mira si këto, njeriu mund të ruajë edhe kujtime të mira.